Digat e hidrocentraleve kanë shmangur katastrofën si pasojë e situatës ekstreme të motit në fillim të janarit në veri të vendit. Ky është opinioni i Andrew Sherman Chase, ekspert britanik për digat. Pasi ka parë nga afër zonat e përmbytura, ai tha për televizionin Klan se konstaton një përmirësim të ndjeshëm të situatës. There has been criticism about operation of dams, but in our opinion the dams Mësova se ka patur kritika në lidhje me operimin e digave, por opinioni ynë është se digat nuk e kanë përkeqësuar situatën. Në fakt, situata do të ishte shumë ndryshe nëse digat nuk do të funksiononin. Për ekspertin britanik i angazhuar në zgjidhjen e një situate të ngjashme vitin e kaluar në Rumani, situata duket se po përmirësohet ndjeshëm fal angazhimit të strukturave përgjegjëse. Shumë shpejt do të hartohet edhe një plan veprimi ku emergjente është drenazhimi i Drinit dhe Bunës për të shkarkuar sa më shpejt ujin e tepërt. Do të kemi një propozim në 3 faza. Në atë afat shkurtër duhet përmirësuar rrjeta e lumit dhe forcimi i pritave në zonat kritike, ndërsa në atë afat gjatë në ripjullëzimin e zonës dhe menaxhimin e mirë të tokës. Mendoj se deri tani qeveria ka bërë një punë të mirë në përballimin e situatës. the Albanian government have done a great job. Eksperti digave drejtoi dhe një këshill për banorët e zonës. One issue that has come up is people. Një problem i konstatuar është se njerëzit kanë ndërtuar në mënyrë të paligjshme në zonat e pranë digave. Ata duhet të jenë të kujdesshëm ku ndërtojnë për të mos u rrezikuar nga përmbytjet.